Jo, duhet të respektojmë lirinë e kujdo për të bërë Jo, patjetër që po, absolutisht. Unë Sigurisht, prandaj e kam ftuar zotin Galdini. Absolutisht po. Është një këndvështrim shumë interesant në fakt. Mund interesant. Mua nuk më duket interesant, me thonë drejtën, se kam fare për debat, e parë më duhet të them një gjë. Po mirë, nuk qëndrojnë të gjitha piketat që vendosi zoti Galdini? Jo. E para nuk e konsideroj kur një maskarat masive atë që pëndodh. Jo, absolutisht jo. Unë bje dakord me faktin që aty është një konglomerat rrymash. Një sekund, fal pak, a mund të korrigjojmë termat? Maskarat masive mediatike dhe elitare, jo pjesëmarrje. Dakord. Debati, maskarat masive... Dakord. Okej, me që jemi në distancë. Bje dakord për faktin që ka një konglomerat, një heterogenitet rrymash. Po, si bëhen krejt papritur gjitha këto bashkë? Unë këtu të kjo e kam thënë, e kam përgjigjen. Ka aty, nga anarshist të majtë, deri dhe të konservator klasik. Po. Ka nga ekologjist, këtu nuk e kam thënë, ka edhe nga shoqata e gjatarve. Ka biznes të lirë, pra gjithë shka. Pyetja e madhe është kjo, dhe unë besoj që ka marrë përgjigjen. Ka një emrus për bashkët, që është keq qeverisja aktuale dhe për te kësaj edhe fakti që vëndi, ky vënd, ka qenë dhe është kuptuar tashmë, në mënyrë publike, është kuptuar që ka një sistem politik të vjetër, i cili ka dhënë prova gjithmonë më tepër në mënyrë sistematike tashmë dhe hapur për ta sunduar me mënyra jo demokratike vëndit. Ka një thjeshtë. Kjo pasaj fillon edhe shpërbëhet edhe në edhe në pazare të hapura, pazare parash, pazare influencash, pazare interesash. Kjo e bën akoma edhe më irrituese situatën. Çfarë nuk bie dakord me analizën e zotit Galdini është kjo. E ngre bazën premisën e vetë mbi faktin që përfitueset më të mëdhenj janë Rama dhe Berisha, ose klika e tyre. Për qenë korrekt. Ka aty socialist. Ka socialist. Po, ka pranuar edhe zoti Rama edhe zoti Balla gjithashtu. Pra. Nga ata që ndoshta kanë rënë nga pushteti. Në fakt, ta janë votues të dikurshëm të socialistëve, të Edi Ramës, për qenë më korrekt, dhe votues dikurshëm të Berishës. Se në fundit janë shqiptarë. Keq qeverisja, pamundësia e jetesës, situata e rëndë ekonomike i ka çuar ata njerëz atje. Pse nuk është përfitues Rama dhe pse nuk është përfitues Berisha? Ta marrim nga ky fundi se është më e thjeshtë për ta analizuar. Kapitali vetëm politik që kishte Sali Berisha në gjendjen ku ishte vetëm sheshi. Me ato protestat e përzishme, të përjavshme çdo të hënë, ku mblidheshin një grush njerëzish. Tani i ka ikur, e ka marr protesta, ka marr edhe sheshin. Dhe mendo faktin tjetër që në syt e njerëzve, jo sot, po edhe nesër pas nesër. Të shife se sa i largët është, sa pa influencë është çdo lëvizje që bën Sali Berisha. Në pjesën e parë, kjo ishte pyetja apo jo? Pa impakt ndryshimet që ka bërë, ku i ka bërë në Këshill apo në kryesi. Për Edi Ramën, pse nuk është përfitues Edi Rama? Siç unë e shoh. Aura Edi Ramës ishte çun modern, djalë me shije, artist, piktor, shpirtit të cilit nuk bën do të dëme asnjë mize. Rezultoi që ky njeri qegër ka, jo vetëm gjahtar flamingosh, po ky shis ka vendin vlla. Ky bëga pazar edhe me krimin organizuar. Ky që ka një njeri i cili për pushtetin e vet, siç edhe tregoi situata, për pushtetin e vet nuk lëshon asgjë. Për më tepër, nuk që ka as jaftë të bëj batuta tashmë, sepse forca, kreativiteti i influencerve, të cilët i nxori edhe si kundërshtar, e la, si thua, e vjetëroi, e zbardhi, e plaku. Dhe ky është një nga elementët me cilë ai ka qëndruar, ka kalëruar pushtetin. Dhe tjetra, po ka qenë një nga njerëz të cilët ka qenë i mirëpritur në sallonet europiane. Tani jo? Për mënyrën. Po tani jo, sepse s'ka ngelur. Të paktën media. Këtë duhet ma jep një ju si përgjigje si media, sepse unë kam vërej që nuk ka ngelur media kryesore, botërore, që të mos ketë treguar realisht, live, atë se çfarë ka ndodhur. Dhe faktin
që problemi kryesor në këtë rast është kryeministri Edi Rama. Ka pasqyruar protestën, por kjo s'do thotë se ka rënë reputacioni i kryeministrit Rama në arenën ndërkombëtare. Besoj që kjo është një përfundim kaq logjik dhe kaq i thjeshtë për ta kuptuar kushdo. Kur ka protest, nuk është thjesht dhe vetëm protesta kundër flamingove, nuk është thjesht dhe vetëm historia që, u shpërhap, edhe fakti që ishin ngjashme protesta kundër koncesionit të xharet kushtet e tjerë, së fundmi është bërë fare e qartë që shkaku kryesor është keqeverisja e një autokrati në një vend të vogël, i cili pretendon veç tirash të shkojë në Bashkimin Evropian. Pra t'i japësh ta mbyll. Njëri të humbas sheshin, tjetri të humbas mahnitjen, magjepsjen që ka pasur gjatë gjithë kësaj kohë, besoj që është humbje e madhe. Dhe e fundit që ta mbyll shumë shkurt. Dhe fitore njëkohësisht për protestuesit. Ajo që ka ndodhur, përkundër asaj çfarë zoti Galdini thot, ka opinionin e vet, ajo se çfarë ka ndodhur kësaj radhe ku janë bashkuar të majtë dhe të djathtë në të njëjtin shesh. Po doni ju edhe me partitë të vogla, të cilat kanë ato ethet e vogla për të rritur bazën e tyre. Bukur është se as partitë e vogla nuk e duan. Adriatik Lapa për shkakun sot është përzënë nga protesta. Sepse kjo është një aftësi imunitare e asaj proteste, që çfarë do lloj tentative për të kapitalizuar politikisht do të bëjë. Ja, marrim edhe një opinion të fundit nga zoti Galdini se e shikoj gjatë gjithë kohës që do